Gerd Bushati, një nga 4 të arrestuarit për atentatin ku u vra Hysny Ymeri në Shkodër, ka pranuar se ka vendosur lëndën plasëse që i mori jetën 67 vjeçarit, por ka deklaruar se nuk ishte në dieni se bëhej fjalë për një plan ekzekutimi. Ai mësohet të ketë konfirmuar emrat e Gjergj Zefit, Edison Hasajt dhe Ergjys Ibrahimit, gjithashtu të arrestuar si porositës të vendosjes së eksplozivit, duke këmbgulur se ishte komunikuar vetëm një skem friksimi dhe jo eliminimi i Ymerit. Kur kam mësuar se ka vdekur shtetasi Hysny Ymeri, jam tmerruar. Nuk kam pasur dieni për vrasje, vetëm për të trembur dikë. Shtetasit Gjergj Zefi, Edison Hasaj dhe Ergjys Ibrahimi më kanë kontaktuar për këtë punë dhe kam pranuar. Tritolin e kam vënë në datën 27 dhjetor, por pa e ditur se bëhej fjalë për vrasje. Bushati ka pohuar gjithashtu para trupit hetimor se kishte pasur një atentat të mëparshëm të dështuar me të njëjtën skem ndaj viktimës. Pas dështimit, ai është rikthyer më 27 dhjetor dhe ka vendosur sërish lëndën plasëse, e cila shpërtheu 2 ditë më vonë, duke lënë të vdekur shënjestrën e atentatit. Nga ana tjetër, Gjergj Zefi, Ergjys Ibrahimi dhe Edison Hasaj kanë mbajtur qëndrim mohues si në polici, ashtu edhe në gjykatë, duke hedhur poshtë akuzat se kanë porositur dhe organizuar ekzekutimin e Hysny Ymerit. Pavarësisht këtyre qëndrimeve, gjykata e Shkodrës saktoi masën e sigurisë arrest me burg për të 4 të arrestuarit. Grupi hetimor ndërkohë mësohet se ka sekuestruar telefona, ka kryer përgjime dhe po administron prova të tjera që mund të implikojnë edhe 3 të dyshuarit e tjerë në organizimin e vrasjes së 67 vjeçarit, vëllai i viktimës vite më parë. Në 1995 është dyshuar për një vrasje të shtetasit Shefqet Çekorja, ndërkohë që në vitin 2017 një kushuri i tij, Dritan Ymeri, është i dyshuar si autori vrasjes së mjekut Ilir Aliaj, por u arratis jashtë Shqipërisë pas ngjarjes. Policia dhe prokuroria thonë se po hetojnë disa pista, ndërsa motivi i ekzekutimit mbetet ende i paqartë.